Ygerta, ke ndonjë ide se pse është ai outfit aty për ty? Të dëgjoj pak dobët Jonida. Ja, do më dëgjosh tani më mirë. Më dëgjon? Po për këtë outfit e ndroj direkt. E ndron direkt? Po, bilet po ta dija kisha mbajtur edhe atë fanellin që kam me gjithë firmat e lojtarëve të kombëtares Kosovës, që e kam dhurat. Por edhe kjo është prapë. Por a ke ndonjë ide pse është ai outfit aty? Nuk të dëgjoj. A ke ndonjë ide? A kam ndonjë ide? Unë shpresoj që me që jo është fanella kombëtares Kosovës pas e më pret në një surprizë në Fadil Vokri Stadium? Okej, mirë. Gjithsesi ne po të lëmë që ti të bëhesh gati dhe do të rikthehemi tek ty pak më vonë. Duhet të vishem? Duhet vishesh, po. Okej. Filloj që tani. Mos lini transmetim, Jonida? Jo, pa merak. Do mbyllim lidhjen me ty, kështu që shpejt mund të vishësh dhe ndryshosh outfitin, sepse ne mbetemi dhe tu në studio ku do të flasim pak a shumë edhe me opinionistët, por dua t'i tregoj edhe publiku që Hygerta do të shkoj drejt tek stadiumi i që mbarte emrin e legendarit, futbollistit legendar Fadil Vokri, e që atje pret një surprizë e parë. Dhe si që është Hygerta e njohur edhe si gazetare sportive, ne dëshirojmë që sot Hygertës t'ja vendosim pozicionin e saj si gazetare e prezentuse, por edhe një pozicion tjetër. Ajo sonte do të luaj ndeshjen miqësore mes Shqipërisë dhe Kosovës të gjeneratës U15 dhe do t'jetë në pozicionin e sulmusës.